Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të dashur, po takohemi edhe këtë vikend bashkë në Përtej Tregimit, një emision që sjell në vete histori, tregime e të kaluara, të ndryshme, e kryesisht që kanë të bëjnë me luftën e fundit në Kosovë. Historitë të cilat vijnë këtu nuk janë historitë të cilat mbesin këtu. Ato mbesin edhe në kujtimet e të gjithëve, në kujtimet e atyre që e kanë përjetuar luftën, edhe atyre që na shikojnë, sepse kështu bashkarisht mandej edhe mundohemi i bashkëndjejmë ato çfarë kanë përjetuar luftëtarët edhe gjithë pjesëmarrësit në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Besa sot për herë të parë kam në studion e mysafir, i cili për aq kohë sa e bëjmë këtë Përtej Tregimin, asnjëherë nuk ka qenë përballë meje, është Arben Kiçina, një personalitet shumë i përmendur jo vetëm ai, por e gjithë familja e tij. Jo vetëm në luftë, por edhe pas luftës, edhe për dyshimet mandej që janë bërë atyre, besa edhe për qasjet jo të mira ndaj tyre, po për gjitha këto do të flasim bashkë në këtë intervistë në Përtej Tregimit. Arbeni ti them me shumë kënaqësi, mirë se vjen sot përballë me ja. Si gjeta. Edhe keni ndo kohën, që realisht është e çmuar, sot koha po jetë luks tjetër, apo jo, po del tjetë luks Arben, edhe në këtë vikend e keni ndo kohën juaj që më arë sot përballë me në televizionin Arbria dhe më na rrëfy shumë çka për të kaluarën tënde. Mos po faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Faleminderit për ftesën. Mirë se erdha Arben. Po fillojna na e kemi një farë periudhë para luftës e mas luftës. Gjithçka që tregojna e kena një pikë referuese në jetë, edhe na që s'kemi qenë pjesëtar të luftës ose s'kemi pasur të vrarë, të masakruar, të humbur gjatë luftës. Gjithherë kemi një pikë referente, një periudhë kohore referente që thojna, kjo na ka ndodhur para luftës, kjo na ka ndodhur pas luftës. Po. E ne bashkë historinë, rrëfimin, bisedën po e nisim pikërisht në kohën e luftës. E di që keni data përjetore të cilat ju rikthejnë kohë e ja u rishfaqen dhimbjen. E kam fjalën për vëllezërit që i keni humbur në luftë, 4 nga ta, apo jo? Po. Edhe babën poshtë. Po. Edhe sa që vinë këtu në Përtej Tregimit flasim për to, e di që nuk është lehtë me ju rikthy plagëve edhe historive, sepse na po mundohemi me harruar le mama ti mbajmë në mendje. Po megjithatë, Përtej Tregimit e kemi obligim edhe moral edhe detyrë që t'ju sjellim histori të gjasave çfarë ka ndodhur të dëmshme në një farë forme. Në një farë forme jo, po në krejt format realisht. Ka po do m'ja nis me më tregu për jetën e juaj. A të bëjë në pyetje apo po doni me fol, tregom më së pari me 4 vllazni edhe babën, humbje e madhe është. Është humbje e madhe, po fate ka dhënë ashtu. Sa është dhimbje jemi edhe krenar për vllatë që i kom pas. Se ka dhënë jetën për këtë vend, për Kosovën, për në vend që më ne që ja ka vle, edhe më ne që të më vle gjithmonë. Na si familje mesatare, periudhë që po të para luftë, kem punu, ashtë ton ka pak, por me vitin 1998, veç që bo shtria shqiptare publike, më dhe luftën në rajonin të Ndrenic, o këshëm në vllaznia, në të mundësin tëna, një 4, në prin një fati, në kysh me dëshirën më të modhen, ranjo ka njo, dikush që kemë kërkon Shqipni, dikush kësajde, po më të mundur armatesën tonë. Të në periudhën ndryshme, luftë mirë sa kërkon botë. Jo. Po të luftesh për vend tonën, ti kish mundësin me dhoni kontribut për vend tonën, nga si më të madhe s'ka. Do të me vosh shumë krenar, ai që ka pushkën, edhe ka dhon kontributin sot do që mundu me pushë ndër i lumt atina. Kush do që ka, po dhe vllazni vetme. Po shumë e vërtet. Po nuk është pak, një antar familjes të angazhonin në luftë. Nuk është pak. Po fati ka dhënë ashtu se në atë gjithë që jem, sidomos rajonit tonë, ne kena pas një komandant, është hero, tash Rasim Kiçina, të gjithë jemi kyçur përmes Rasim Kiçinës në Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Edhe fati ka dhënë ashtu ishte një knasi, sa ma herët më kyçë me dhoni kontribut për
vendin tonë. Sa vjeçar ishit kur hyt në UÇK? Unë jam kënë atë kohë dikon 19-20. Shumë i ri apo? Edhe qysh erdhi deri te ideja? Po është një interesant, e kam një koshere është Adem Kiqina. Edhe është i kyqën, qysh ma të dikon 94, 92, një kyqën është i shqimtarët Kosovës në një legalitet. Edhe pa ta kuptu pak të ajë se ka diçka të ajë, është i kyqën. Dhe në atë kohë, ko fillimi 98 nga bufsha, e pa ta taku një mëngjes shumë heret. Ai shku me Kalashnikov në krah, edhe t'i shku rrugës, atë rishën në obri në atë kohë. Hala pa shumë poshtë, pi takaj. Edhe t'i bo lampe to, bisede si bërë. Thash Adem, ja kam u bo shtarë i ushtrisë shqiptarët Kosovës, ja thash kam i fur veten. Edhe po më këshyri, tha, pse? Thash po du me po shtarë i Kosovës. Edhe në momente u bona, edhe që sa gjam gjalla pet, po mirë është. E ka të ardha jo ashtu? Nuk di, u konë një vullnet, një knasi, e para shikush me më bo shtarë i shqiptarët Kosovës. Por nëse me konë nevoja apet e pranë e njëtën sanë. Edhe pse kam vranë luftë, po për Kosovë e pranë e njëtën sanë apet me dëshirë më të madhe. Është interesant shumë qysh jo që keni qenë në luftë në këtë rast ti, personalisht, i kësha bashkangjit prapë luftës. Pavarësisht këto kaq shumë vite, e kaq shumë diskutime, dyshime, debate për pjesëmarrësit në UÇK, mandej lista e veteranëve, gjitha këto nuk të kanë bëha nashtë me u zhgënjy prej çka ka ndodhur thutje. Jo, kur nuk më zhgënjyn për vendin tam kur gjofi. Hesh kur, asa s'kam mund më zhgënjy, asa më kam pa drejti shumë moja, po unë kohën jam, apet jam gjendje tani në këtë moment në kontributin tam. Është guxim, a e qumë guxim këto? Jo, unë e quj guxim, po e quj një san që i vyn vendin tam. Guxovës i vyn vendin do të më shkuve. Shumë interesant. U futën në UÇK me kënd bashkë, ishit këti gratezi apo jo, kush ishit grupi? Mas po jam kom brigadën 113. Po. Pas një kohë, mos më ka vrarë llavi i dytë Afrimi, e kom marrë armën e tij, komplet, e kom bashkangjit brigadën 111 ti gratezi. Ai vrap me 25 shtator natë e tesës. Është dëshmori i parë i brigadës 111. Po, është e vërtetë që është dëshmori i parë. Me armën e tij mandej vazhdove luftimin. Me armën e tij e kom vazhduar luftën derisa ka përfunduar lufta ditë e fundit korrekt, mos ka bëfsha natën. Qysh ndodhi sa muaj të ra? Po, me llogarit fillimin natë e tetës deri në fund natën 9, se kom llogarit kohë sa veç, nëse në luftë dhe ke gat. Po tash me llogarit më zgabosha 18 muaj bie. Po 18 muaj luftë në mal. Po. Ma trego pak një histori të gjithasoj rrugtimit në mal me bashkëftetar, me kur ndodhi që e morë armën e vllaut. Qysh e morë? E morë armën e vllaut, mos më ka vllaut, e kem bërë rus, ato kushën atë kohës, me shok bashkë, kem bërë rus, ato ceremonit. Armën e vllaut më ka ndërzu shoqënia tina, e kom marrë me shumë krenari, edhe kom vazhdu armën ati në konal deri sa u ka përfunduar lufta. Deri atëherë, po. Po. Arvin, ku është vrahë në çfarë situatë? Afrimi u vra me 25 shtator natë e tetës në Abri. U kon forca serbe të orë për Likusi me në Abri. U kon ofenziva shtatorit, që në ka rëk ofenziva apo që kon regionin e Kosovës në të kohë, u kon vra Afrimi. Edhe mandej 3 vllazit të tjerë? Po, tani Bajramin e patenzon, Bajramin ko të një familje, me dëpërtu, me traktuar në atë kohë, e kanë zbulun traktor, e kanë zbrit poshtë, e kanë marrë, kanë bërë klipjanë një 6 muaj. Mas 6 muaj e ka qenë në Dubrovë, në masakra Dubrovë së mujtë të dhaj. Në Burg? Po. Fatoni, o ko, majrisi o në 2 vjetë atë kohë, o ko 18 vjetë, 17, o ko me babën, e ka bazot Xhamit Vërbufsit. Ramizi o vrofën lufte në hyrje Drenosit. Në fund? Po. Çfarë na fakë apo në fund krejt? Fati tina. Po baba? Baba ka dek mbas lufte, e ka pasur gjallë babën, maltretrime ndryshme, prej me thike, rrej ato, po peja se kur s'ka mund të marrë vetën tamam ç'dohet. Po. Gjithsesi ka shku ti shkaktu një farë smuje, ndërsa shkena dyja krejt. Ma sa kohë vdes mbas luftës? O dek baba vënë dek pra 3 vjetë, 4 vjetë. 4 vjetë i ka që dek baba. Po gjithse u ko shumë i fort me shëndet, po të një bosh të marë, smuja të këshia e mujti. Po, po.
Edhe mosha mbase, po. Po, edhe mosha, Edhe po. përjetimet që ka përjetu. Përjetimet rona, po. Çka thoshte baba në kohë kur ishte gjallë? Arben për rastin, për këtë çka keni përjetu, familja, vëllezërit, humbja gjitha këto. Baba ka shumë i furt. I ka varros 4 djemë nuk e kom po një letë sy që i ka dalë. Në ato unë krenu me gjithë, se ajna ka këshillu me këshilla atina na këna e gjithë. Se baba që ka ro baba i vetë në luftë shaba për lushës. A se ka një babën e vetë heq. E ka lu 6 muaj. Apo? Po, tani shumë vënë e ka pa gjetë vorën e ka varros ato. E tani babës ti e ka morë këshilla që të me lo për vend tonën, me punu, me liftu, me ku njëri mirë për vend. E ne shkun hapa ati gjithë. Po shkon si trashëgimi kjo? Po, në familje Apo jo? tonë, përpos babës që tashmë me thonë për e gjeli që dik, që çdo 50 vjetë për luftë kanë dik gjithë. Më ka të regojnë babë gjyshi babës, unë vra dikojnë luftë Karçovës Maqedoni, baba i babës luftë për shaba për Luzhës, çdo 50 vjetë, mas 50 vjetë vllaznia luftë të fundit. Interesant. Kur ndalesh edhe shikoni histori të tillë familjare, një trashëgimi, para mendoj nipat mbesat e juj në të ardhmen kur e din që. Po besoj nështë mas 50 vjetë s'ka lunë Kosovë, po që ka unë besoj edhe mesat e nipat tonë e përsëritë njëjtën histori. Shumë besoj. Shpresoj që s'u ndodh, por Inshallah kur megjithatë, do, kur të po kanë nëse mundësi do me ata lexu, ngati. Po, megjithatë kur të kanë mundësi me lexu dhe me pa, Po. se çush kanë shku gjithata gjyshi, stërgjyshi, baba ku ka luftu, çka ka bë, dhe tash është i fortë, është shumë interesant për ta, apo jo? Po. Po interesant mandej Arben keni pas, mos të më thuaj ajo, po për një me hjeka të shumta edhe me anën, ka ana legislative, juridike, arrestimet e juja, gjitha këto, keni qenë rast shumë i përmendun i mediave tona, rasti Kiçina e shumë çka tjetër, ajo rasti diçka, do më thonë, krejt nga gazetarët, kur shkojshëm me përcjell seancat kur u mbajshin. Kur ish rasti Kiçina, tjerat angazhime bishin pak më poshtë sepse ka qenë shumë rast i ndërlikum, edhe rast i diskutum, edhe sa seancat e tilla e marrë për atë rast. Janë mojt përmis që janë shenu, diçka. përmis e 106 seanca. Po. Janë mojt, po ka një rast që thëmë kështu porë i monton politikisht. Për interesat dikojna që i ka vymi baktohen, e ka po vetë një e di që montimi kërësë që e ka bo Fadir Sëlovici. Ta shu ide e kuraj, po ato jam i sigur që ka bo aj. Arsyet pse qysh nuk di ma shumë, po ka një rast, vërtet një rast, dhe jam shumë që kom përjetu vetën, kom mojtë 15 vjetë e 6 muaj burg, Po. po ka rast shumë i monton. 15 vjetë për janë, para mendoj, sa shpejt kanë shku. Por neve që jena jashtë, po flas. Po për juve, 115 garanti ka ra. Jo, në qysh, e kom ditë që ka me dalë ide të vërteta, e me dalë pa faj se kur nuk bash kur gjë. Me mujtë njëri me, që nuk adaptohesh kur me burgin, po adaptohesh me vetën kur thu se s'jam on kë, edhe e mdin vetën edhe ka me dalë qashtë. Pa dash pak me më kthy në kohë, me të hinë detajen ato, sepse se cili për juve e meritoni me pas një të armë të qitë, edhe jo me ju kthy historisë. Dhe thot, kur u kthesh shpesh historisë, vallaj edhe armja mandej të rëndon më shumë. Po me që sot kam në emision, po du me shfrytzu rastin që ti kthehemi pak në kohë, Arben në rastit si ndodhi. Unë e di, e kam lexu, e kam dëgju, por sepse nga gjithë grupin është dënuar 185 vite. Do thot kur të menon 100 vish me shkruar shumë gjatë, e lema dhe në me për tu. Qysh ndodhi rasti që qysh nisi? Rasti ka nis, njëna e ka të festu ditëlindjen e Bajram Ramadanit. Edhe gjatë ditëlindjes nëna kena qenë shumë persona, edhe kish pa ndodhur rasti. Nëna ka ndranas. Dikon rasti ka ndodhur me zgabor, se ka mot kor, dikon 5-6 kilometra larg neve. Prezant me neve ka pasur polis Kosovës në atë kohë, na kanë po asiqare, edhe të nesër na kanë marrë në pyetje, mu personalisht më ka marrë në pyetje një polic amerikan, Rodi Hilton. Ka marrë deklarata, mi ka marrë parafina durve, këto që shkoj komplet, edhe mas një viti ka ndodhur arrestimi jonë. Rasti ka ndodhur 2001, arrestimi jonë ka ndodhur 2002. Me çfarë arshyetimi duke bërë hetime që? Me arsyetimin, gjëja e keni bëjo vrasjen, po unë e gjithë kum lyp dëshmin edhe sot i lypi parafinat, provat që mi kanë morë mu personalisht, dhe shumë qere, por një kom lyp mijat, janë këtë hukne, gjithë shdukne. Kosh mi ka qitë për para.
edhe kom bërë kërkesa ndryshme gjithë. Prokurori, o shumë interesant në asaj kohë, ku prokurori unë mikit, thëtë, fjallë përfundimtare të Arben Kiçina, o s'ka gjuhë heq, o ka gjuhë përpjet. Po së du në letra e shkruna ja, që ka për prokurori, Arben Kiçina o s'ka gjuhë vrasje heq, o ka gjuhë përpjet. Unë dënon apet njët me 30 vjetë burg. Që i bjen... Qështë percepton procesin gjyqësor krejt? Vendimet Vendimet e ka vendime skandalore që ka marrë në atë kohë gjykata unë mikit. Se unë edhe sot kom thonë, edhe sot thamë, se alo aso lekse, aso në miki, ata gjykata speciale, në ku një vend që raporton për drejtësi që ka ndodhë. Se më në atë kohë gjykata në mikit se ka kontrolu kur kërkosh. Ministria Drejtësie e Jurë një Kosovës, kur nuk e di që ka pas raport, diçka për ty që ka ndodhë. Asë gjykatën e Oleksit, në kohë është rasti unë, po ki raste, të në zona që e ndenu, ushtarë të që kësë, fakt e pa fakt. A kënë s'ka në raportu që ashtetime ndryshme me nuk s'ka ndodhë. 15 vite burg ku i mbajte, në cilën... Unë ku mbajtë në burg, në Bostel, në Mitrovic, Gelan, Prishtin, Dobravë. Tu janë të heratje, apo jo? Po. Pse janë që kështu? Se di, arsyeja të ish me rrezikshmëri, se di. Arsyeja ndryshme dhoshen. Çfarë periudhë i ka ra, se kom haruar në... I ka ra me 6 karek 2002 ka pranë burg. 2002, okej, deri 15 vite. Po, ka dalë me 17, më falish pak. 2017-ën kam dalë për burg. 29 dhjetor, 2017 kam dalë për burg. 29 dhjetor, 2017. Qështë u orientove jetës mande me të në të vite? Qështë dëshe, a ish diçka prej fillimi, a ish diçka që e kelon gjyst? A ish maran se sa kur je hin luft, kalzëm? Jo, ish maran kër jam dalë për burg, sa kër jam hin luft. Se në luft jam hi, unë të kalzova më lejtën matë malën. Dhe nuk jam peshmonë për asi pik, jam peshmonë s'ku mujtë me lo ma shumë për luftën. A kër jam dalë për burg, u ku maran jeta. U ku diçka, se dish me lo se këtë eshe një honor, edhe këtë qëtë këtë telë diçka tjetër. Sush më adaptu me njerëz, gjithë shka ko, më dëke shumë pse kështë. Po. Qka i vreshe ndryshimet të në familje, mande gjithë shka? Po ndryshime e ka të moja se unë e vetë vajzën të me kundon 1 vjetë e 6 mujë kë jam lanë burg. Pikë për që ta përpësë. Të rëllëve e kë jam dalë vajzë a jam sanë. Atë ndryshimet moja për 15 vite e gjysë, farë ndryshime bëndë. Me linë thmija i ba 15 vjetë. Po me lo 1 vjetë e gjysë, 16 vjetë. Ndryshime ka shumë maja, po fati njëtë, po do këmë balavat shumë me gjithë shka. E di. Përveç angazhimit në luft, do të gjitha ato sfidat edhe rrezikun që keni me vdek, edhe ashtu i keni humbë vëllezërit edhe babën, pastaj mandej me u përball me gjykatat në vendin për cilin keni luftuar dhe keni kontribuar shumë rënd. Per kondi tempo e shoh ashtu e lema për ata që ju vetë keni qenë pjesë. Qëra, është mirë me po drejtësi që kënë bërë, edhe në Kosovë. Po në thamë gjithë, fjalla drejtësia ekziston, po drejtësi s'ka kërë. Vetëm fjalla drejtësia ekziston, se ka, është qëra, fatin një në këtë ditë ballafaqohet me drejtësi. Po të të me kotë ta manë drejtësi. E ju, hajtë, po më i ka me bëjtë burgin që në burg. So është një thonje që thonjë ta drejtësisë, ma mirë 100 kriminal liri, se njëj pa fajshë në burg. Po këtë të na është ku e kondra gjithë. Po besoj tash e mas, me besu në drejtësia, për edhe me besu. Po. Mandej u diskutuat shumë edhe për çështja e presidentës, kur provoj që me vendosi me i falë. Po. Ishit pjesë e vendimeve të saja. Po. Një është presidenti Hashim Thaçi na ka falë në atë kohë. Në burgin e Mbetër na ka falë mu bërimet dhe arsimit. Po, e vërtet është në atë kohë. Thaçi. A keni shkuar të takoni Thaçin dhe siç... Ja, në herë kom taku, me Hashim Thaçin gjimin qysh në ku atë hershme. Në kohë të luftës. Po, me të kallën drejtë në herë kom taku atë një dashtëm. Një dashtëm taku, këna ngrej ka i godë gjolli, po kështu së më ka rase i ka posë punë të veta në atë unat. Më vje kese që është atje, se i vinë Kosovës a i hala, edhe shola sa marrë vedjen Kosovë. Nuk është i vetëm asaj, është edhe... Për gjithë ata. Sikur ti për shembull që ke qenë këtu për punë të tjera, për dyshime të tjera, të cilat po kjo akuzat, por kjo është historia ushtrisë shërimtare të Kosovës, se tash na
që në ish ushtarë të QK-s, u ka shka historia në det desën këna ballafaqu me pa drejtësi. Tash fati për në një ka shtë. Se di pse, po një këna bo dikuna si njëll e zez ka të nakëshyrin për kesh nakëshyrin. A për kundra zez du të me koheroj këti veni, po që di, të na u shëndroj e kundër. Se i një ti thonë fjallë ndryshme, je kë me shki, je kë shpjeni atyne, unë e kom pas lapë shëshni që këfurin, më thamë, pse me kon ai që ka liftu, ka pushën kra, ka rreziku jetën, ka hongër plëm, ka hup komën, ka hup dorën, ka hup antar familjes, pse më bajmë sot me shki ose shpjeni shkive. Kur ka mujt në atë kohë pa liftu, heq me kon. Unë shumë tha me bindje të plotës, çdo ushtari shtish lëmtarët të Kosovës, nuk ka shans me kon një shpion i armikët. Shans s'ka, mund me kon njëri më i keq arbeni. Po shpion kur. Pse po nisër prej parimit, vetimit të luftëtarit, të angazhimit luftë. Po shumë e thjesht, bro. Idesër me shumë e thjesht. Unë e kom dëgjuar në histori nga media, Hashimi shpion, Kadria shpion, Ramushi shpion, Ali Ahmeti shpion. Po pse themelun këta ushtrin shërimtarët të Kosovës? Ta tonë janë kohë në 30 vjetë kur e kanë themelu ushtrin, në legalitet. Kanë sakrifikuar me jetë. Pse atë më bëgë ta shpiona? Për shka? Kur kanë mujtë në atë kohë me shku fell atë, pa liftu heq. Po tonë këta që i përmelëm, kanë plak në trëp, kanë antar familjes të humbën. E sot shpion, pse? Nuk mundet me koni ushtar, i ushtrisht një të Kosovës edhe shpion. Shansa s'ka heq. Kur? As ka me kon, as s'ka kur. Arban, në deklaratat e juja, edhe më herët është deklarat, pse keni deklaruar që në Levici po kthehemi pak te burgu pas të kjo pjesa e vështirë që keni jap 15 vite. Në të mbyllur aty në Qelinë, në vend të mbyllur, pa diell, pa kurrë. Pse i referoni atij? Po i referojmë atij se në atë kohë ne kena pas procesin këtë të ndërkombëtarët. Po. Edhe tani dyshimi shumë i bazuar dhe shumë i thjeshtë. Qysh pa drejt i vetmi polic i Kosovës me marrë pjesë aj, qëllaj Fadili. Kur Fadili njihet, botërisht kur shko Fadil Silovici. Babë Gjështina ka punu për Serbi. Edhe kjo ka punu dhe 98-ën. 98-ën, 99, po dita shkur, ka punu për Serbi. O bo polici Kosovës, qysh me pata drejt, vetë me Fadili, për këtë aty në policë që janë këtë Kosovës, me marrë pjesë në rastin tonë. Po do me deklaru që ka qenë montu me krejt, shtu ke thonë edhe më herët. Po, unë jam sot, jam në gjendje më ballafaqu me adrejtësi që e ka bërë montimin. Sot. Edhe pse jam liri, edhe s'ka mundur kur të lyp drejtësinë. A ke provu me gjithë fakte, me ju dëshmu faktet, me ju tregu pse nga kjo që po pretendoni? Unë këtë pretendoj, po momentin e duhur nëse Kosova një herë, planohen gjykatën e Strasburgit, atë është mirë për neve. Okej. Se tash për momentin s'ke as ku me avyt. Ka prova, ka fakte, ka gjithçka. Ka raste mund ka ndodhur prokurori, unë mikut, Maria Bamje. Po, kjo ka qenë atëherë. Po, unë ka taku, kun fol me to, unë ka thirr, unë ka thonë buk falesht. Arben, kam fakte, kam prova që si një jo. Kam prova, kam fakte të vrazve. E këmë shumë okej. Ka po e kam një problem. Çfarë problemi këmë ki, në po mle shefi, i jam, më merë me këtë rast. Kush është shefi? O shefi Gjanatar Ratel. Që ka qenë atëherë, po. A është shef i prokurorëve të Unmikit. Pse më në rasti? Kur ju ka thonë këto, sa keni qenë i Burgosën? Sa kom qenë në Burgosën, po. E, i ke tregu dikujt avokatit, ose kujdo në seanca që Po të tregojnë media. Po, Maria Bamje, e më kujtohet shumë mirë kush ka qenë ajo. Maria Bamje të edhe që kanë përtopi Kosovë. Po, e dina të ko. Unë kom folë edhe në media, kom folë me avokat, po ku me folë? Kuj na me thonë? Sepse në raste të tilla, kur dikush përmend emra, cilët janë të involvuar në ato çka po pretendojnë ata, atëherë do të merreshin në pyetje apo jo. Gjanatani, Maria Bamje, krita. Po Gjanatani e ka nal, po ma këtë rast me prek. Në këna pas reagime ndryshme, lloj gjykate, po janë më e shurdhën gjithë jashtë. E ke deklaruar një ditë me një vend që gjatë kohës sa keni qenë në Burg, Albin Kurti ka ardhur dhe ka vizituar familjen e juaj, apo kur ka qenë kjo?
Kjo ka qenë kur na emiron në Burg, në 2002, në Albin Burgi, me gjithat parinë e vetë në atë kohë, Po. ku ka qenë të familja jam. Po. Në çfarë arsyetimi? Me i mbështet. Po, me na mbështet, na ka mbështet në grup parlamentar, kur ka qenë, këna lim në parlament Kosovës, mo qenë për neve, për çështje pa drejtësisë, na kanë mbështet. Se në atë kohë vetë vendosi, na kanë mbështet. Po. Se më këto. Nuk e ke harru si Jo, unë si gjest të ti. Unë vesh një jam, nuk jam hakmars, po të mirën, sot jam gjallë kam ja ditë dikoj, na mi përkull. Po të keqen, nuk ja fali kur, gjallën dorë të Zotit. Ma mirë kjo për ty, apo? Po. Ma mirë sepse shpirtërisht ma ndaj ndihesh ma rehat, Po, apo unë jo? nuk jam një thash apet, nuk jam një që marr hak. E di që ka Zot, besoj, po aq që më ka bo mirë, i falenderoj edhe për kuna. Po aq që më bo keq, le të bon vetë. Tanë këto sfida, 15 vite Burg, unë veç kur po e paramendoj që të flimin e këtë përkufizimin e lirisë në një Burg, në ato ambiente, mu veç më kap një farë trishtime. Arven e lemo ajo që keni najtë ka Është interesant, më të ka du për Burg, se kurse kum fol, po du me fol. Hajde. Ka pas sfida të rona në Burg. Ka mbova ka 6 muaj s'na kalon para kanë më natesh. Hesh me një në lem, heq, vetën dhëm, vetë shëtitje. Kena pas ka 30 dhe në 40 minuta shëtitje në nditje, në Burg Mitrovicës. Me qëllime, tash nuk e di që kanë dasht ata. Apo mujna me qenru, apo folëm dishka, mënyra, dhe në trajtime në shnjërzore ka pas. Po fati, ta di më ke Zoti, këna kalu krejt. Se ka pas, për shembull 24 orë në mbyllën, vish vetën, në dhomë. Edhe me talëm shëtitje, vish vetën, edhe kaj më falja shëtitja, vish havonë sheshe. Po. Ato të logë gjësua, qyshe teke, shtike mrena, edhe ta bike bukën, ma shumë as me folë, as kontakt me njëri lim. S'kam pas as drejt vizite, as drejt telefonate me familje. As njëherë. Jo, ndikon gjatë 6 muaj. Sa e rënd, apo jo? Shumë e rënd. Tash bile të paktën vizitat lejohen, e kanë të lejushme një herë në javë, Po, 2 herë. e Burgi ka të rregullat e veta, se... Po ka qenë periudhë mas luftës Arven, ka qenë shumë e... Po, ka qëllimshme kja. Po. Kjo ka qëllimshme, ka ndodha tjerëve të burgosën, Në rrasë se dikush fliste me dikën, çfarë do të ke me ta? po s'ka pas shansë. S'lon ke më kontaktu, më kërkan heq. Dhoma ta qek, larga ke për këtë burgosën, dhe di ke me qutu në shëtitje, më që ke këtë burgosnit, që ke shëtitje, ka të krejke ashtë apet. Andë edhe me dosh s'keshe me kanë, se sheshe ke kanë, nuk sheshe. Në mendova që keni qenë gjithë pranishëm. Jo. Edhe e keni pas të kufizume... I mbyll ke dhomë, këtë burgosit, që trëpëj këtë e kryshë shëtitin, hapet njëtën e përsterit ke. Ka ndodhë të rrasë. Po, ke shpërdorime ose dhunë, a ka pas dhunë fizike? Dhunë fizike jo, dhunë psiqike po. Ka pas. Sikur kjo tash e përmendë për shembull. Po, dhunë psiqike, qitë gjatë hetime, fjallë ndryshme, dhe kam pas dhe mu su du me full. Që ki mu për të tërbërsh, po du me full. Sa kohë s'ke mujtë me kontaktu me familjen? Atë këtohet sa vite për shembull, prafësisht? Mas 6 mujme na kanë leju vizitat. Na kanë leju se kesh avokat ndryshëm, edhe tha, lep një thminë, tha thminë së një nalë, se na s'kena ditë, 3. Dhe aty të në arë baba, nana, gruja, aty në të vishtakën familjes. Një mëne mas 10 vjetë, kom pas shku të shpija një rastë, kom pas, vizit. Vizit humanitare që thëjnë. Për cilë nga gjendë e Burgit, kom pas shku të shpija. Atë në të kalun drejtë, kam shku në shpipak, në ke njështë kam vishatë që më ka nërë vizit, baba, nana, vlau, ka pas koshqere, për ishin rrit krejt. Nuk e edhe veç që babën ose vlavën kush janë këta. A koshqere më që është spinjar, po spinjar se si kom po që 10 vite ishin rrit. Shumë Po normal. pas raste të rëshme. A të rashëm kohë me këtë najtë të shpia ato, apo Jo, vetëm kom një marrë orë? caktune 2-3 orë. 2 orë, këthe shumë Edhe apet ke në Burg. pas mundësi me po. Po, Mandej prapë ktheu Tajvani apet në Burg. të mërshëm atje. Po. Po në mëje që i vendit mërshme, ka njerëz hala atë, po pa drejtësia ka të mërshme. Po. Pa drejtësia ka e ranë edhe, ose dhe njëmë si barë hala pa drejtësi. Megjithatë, privimi i lirisë për mua personalisht Arben, tash po foli si gazetare, po si kandit këtë tjetër, me ta privu dikush lirinë është, nuk e di, a mundet me ekzistu diçka ma të rëndë, në që mundet dikush dikujna me apo për shembull. Jo, nuk ekziston qëre, veç një bëj me thonë, edhe kene më mitë, nashtë e dirë shala se pri fati kërkojna, Po. ma miru me dek se me shku në Burg. Se me shku në Burg nuk je ke veçën.
po jek një familje jemja, një shoqëria jemja, gjithë gajlën temë. Po. Këti le mrapa ata, ti u merë me ty, se u burgi, jo nuk është ku e gjatë. Ku të deksh, zëtë jashtënër, në gosh limi 3 ditë, po kryet e ponja. Kështu në burg me nejtë 15 vjetë e 6 muj, familja jem është më shkatru, të orë mas meje. Familja se be, pa shosh një jedin, është e ronë. A më tash, për shambull, jeni një, koqa si shumë familje, antarë familjes tash, i edhe gjysh. Po. Ki edhe fëmi, ki edhe mesa, ki edhe një mesa, po një të vogël tash. 2 mesa i kam. Të vogël, apo jo? Po. Edhe, kështu po e trashikon edhe arbenin, edhe familjen, edhe krejt. Po, Atë vajzën po. që s'keni pas ko mundësi me pa të urit, tash me siguri, Unë tash një këmë lëngë vajzën e madhe, Altrinën, 1 vjetë e 6 muj kë jam rënë burg. Kë jam do loja sane, tash u martu, ka 2 fëmijë, super është, super. Po është edhe një historie, diçka interesante, se kom përmenen media tjera, mos mu baba. po, Edhe qumë spitale ndryshme, e ka pasin 2 kombë këtë diçka, operacione ndryshme edhe kesh gjakdelet madhe. E qumë spital shtetit, e bo operacion, 2-3 e bo operacion, nuk e ndalë ke gjake. Edhe për fundim ja këput kombë këtë. Edhe isha unë të ajnë vizit, po vjetë doktor që mojnë atë konsulta, po më thënë, tha, keqin, tha, dhëtë me vëllësha me ty. Më shpëm shka manja heq, është okej. Tha, për mi mojtë plakën, a najtë ditë gjatë, tha, dhëtë me ja këput kombë. Lola pak për këshyri, e shenë rreshme. po. Pithiri vëllam në ma florimin, thash pjallë e kështu, tha që në fullin me babën. Baba pranej. Nuk më japut komën pa tjetër, që s'kesh jetë. E op këtë 3 kila gjak në ditje. Edhe baba pranej. E kesh netët operacionin. Po shkam ka bo një përshtype pak edhe, së dhe kujtej me spëdishme me malën gjem, me dhimbje, me tanat. Po, unë më jetan korridor dhe rrisha këtë pozitën kështu, kështë s'podi kur gjë. Hajte, unë në shkoma të në hëma ashtë, unë di që kam e këput komën. Po dësha më bësë s'pëdi. Tha ngam, ashtë fëllë babë. Tha, së do të neta kanë me hime në operacion, tha, e di që kime bë operacion, po du me hek të komës. Tha, ngam, tha, kanë më këput, tha, komës. Kush tha? Unë isha i pore që disha. Tha, që flërimin i pasionat du doktor, tha, ne, tha, po, më ngu di shka. A shka dush babë, së më ka shku menja jetë. Tha, nëse komën më këpusin, me morë me madhëros të vërrizat e djeve. Atë thash, si më mëja me mora, thash, okej, bo, thash, kjo problemi vogël, thash, tit me ko gjallë për kom, ja vojmë qaren. Edhe nëse kryte operacionin, u shrosi po në spital në ashta, folna me doktor, thash, më paketu, më në shku një letër, të du kështu. Okej, për në doktor, dhe doktor, tha, s'na ka ndohë, tha, kjo, së zakonisht i agjesojnë për në të furat. Po në kom marrë komën, me motën të ramsherivet, erë baba të pesale, duri erë në dhëmë atë, unë mërë e pakot modët në të shëmbojnë, edhe lash në koridor komën. Edhe baba i mesi duhet shpia pak të nejtë në me ta, baba mu, thash baba e kom kry punën. A halas se kësha kryene. E për aty dhe këshre, qinë më në thash një vërtë vogël, vi kaldova ta që ditën pak, ashtë tash vi. Nese, e morën komën e vërusa. Mas një këpë më atlo amanet, nëse des, me jam bashku komën. Edhe aja ka ndodhë, nëse mas 6 muaj, 7 nuk shkej, në rej baba jetë krejt. E majtë në ceremonina barë, që shpërti dhe gjenazja krejt të edhe, po nisëm rrugës. Unë që vëtë dhe këqërita shkëndër ma komën, si të del për jabori, më nalë, edhe ish hoxha me neve në atë kjerën të shku, e nala, erën këshëret, për jikën sanokin. Në ma bë hoxha që abarë me thash. Veç dhe një amanet vogël e kam hoxha dhe ecëm. A qa ka, pret thash. Më përnë në komën, interesant si shpas prish hala koma. Kish pas njët, po ju, shukoj e pështet. Pi marë për shpjellë, për jaqes komën babët me. Ta manë ku e ka pas venjeve. E thash, babë, a marin të pletësuva, ashtë fala vllaznive, shqipën të janë qeter. E të ne hoqë dhe kes, pas ka ndodhë kjo rast, ka thash, po hoqë, ma ka la amanet. Qëfar rasti, Arben, sa i fort je për këtë këtyne angazhimeve, e ke dërgu amanetin deri në fund, edhe kogja ndjeshme kjo, edhe për babën, edhe për ty. Po është e ndjeshme, po thash, krejt. për kushëm ka malo, amanet e sot ja kom pletësu. Në të mundësi, si vllaznia, si baba, unë thash, amanet i pletësej. Që është e ndjenë është ti amanetit dikush ku talen, se është një farë barë shumë e madhe, apo jo? Po barë e madhe, po unë ndjej vete një farë që po t'i kam dikoj bërsh, ose obligem i pletësu. Edhe këtë pletësej ato njëna shumë krenarë.
Një shashi malë, thamë po fletërej. A ka pas në rast tjetër që dënë me nda për shikusit tonë, apo do mi mbajt kështu në mënyrë private që dikush ta kalon një amanet, bashkë luftetar, me i dërgim? Bashkë luftetar, në qëre, lufta, besanet mija nuk shenë luft. Ka pas momente komike, hajgare me shok. Po. Edhe të me kaltua këta, ka një rast, gjatë luftime më ka. Gjatë luftime, ne ka një pozicion tjetër, dhe shok një ka një pozicion tjetër. Edhe për në thirë një shok, po dhe të hajde se u plagu, Zeqa, Imria, po ishë pas plagu edhe vetaj. A në po shkoj ku po këshurëm, ishtë me i këshurëm i na ishën plagu. A po këtë plagu atë, a dhonë, po këta ma shumë. E në vajshëm hajgare, atë tash këtu. Ajtë më qakojt halin vetit ajtë për të tjirëve. Hajde tha në ndim se jam plagu shumë, a ishë pas plagu edhe vetë. Ka pas raste shumë, anë edhe komike, po raste ndrëmë, se kësheshe njerëz ndreshëm. Unë sot që takoj njerëz, bëthë në kënë një, në atë kohë që i kumë shtu. Unë falenderojnë, të më farë s'pët një, kjo jam kështu si 3. Këna pas gjetë 2, po së nuk ditë kajtë janë, i këshën pas të shkit në atë ku me thikë në qafë. I këshën pas të për dekon. Pa ta djenë 3 për i tutë janë në vanus. Kë i kënë më zatet na, për i për i gjallë. I ku morë sët janë gjallë dikon ata. E ku ma zatet një nara shtëbëllove, sëmë na. I shkoj plagosën plakë shumë trëpë. Ku më di së faletaj. E ku morë atë mundit të mje që kanë në patë, ndimë parë, me dojnë plakët, shmoj krymat i dilshin. E këna morë të më shëru, e këna që bërë bërish, së të gjallaj. Ka shumë raste, kem po pa kom, pa dërë, pa kry. Ka raste ndryshme. Po... Gjithë shka keni po. Po lufta që po thu, kur të rinë me njerëz, për shambull, që i bjen me ditë të tëra menat, ka gjithë del nga grupi i shokve dhe dikur që i ka një humor pak ma të mirë. Po shqyqyr që qëllon një të dhilë, sepse e kalon edhe kohën, apo jo? Ka njerë bile dhe këtu humorët e zeza janë të mira, se ta kalon kohën. E që kur gjë të shtim pak me të ndronë disponimi, të ndronë gjendjen, apo jo? A ka pas naj, qysha po ishit për shambull me mbjetis, po këthemi pej burgjit në luft, pej burgjive të lufta kretë këto kohrat? Mbjetesa, ina një vetë ka bëllë këna ka 2, 3 dhe 4 dhe pa hongër pa pi. Qysh vike mundësia. Ka pas raste. Ka pas raste në ka doshi, burë, një tatesha. Aty pa pas mundësi mundu. Ka pas raste, gjithë ka pas raste, unë knashëm ka jarë dita mirë. Ka pas raste vike shi i mërdhishëm që atë. Ka pas raste ndryshme. Po të një me ma keqja, kërë kësish edhe me hongër, edhe kërë ishtë tëft, pashin 2 vjetë ma shumë. Krejtë bashkë, qashtu. Edhe mësë me të lanë me flajtë ma ndaj, s'ki flanë aty. Ja, s'ki me flajtë ma, pa hongër, adhen po 3 ka leke kajtë. Sot që po knaqëm, po rrim për qefi. A të bjendo njerë me kalu në ato male, di që së të bjenë, sepse në për male, kur ke shku për zori... Shkoj. Po a shkon dishta me thonë me hecë, me ma një rrugë dhe vish me shku? Po shkoj dhe... Nuk thamë shpesh, po shkoj. Kur që të mos kënja për vjeturat, shkoj. është një vend, ne i thëmë pika zerë në Kosmaq, mu pa të vrot të shuk atë, ne ku me ta prezent, po shpeshere për me një fjallë la mu më dëzut i shumë. O shumë interesant, jam ko me vlot të amin, Klorimin, o ku Rahim Bayraktari, Elmel Esrani, Gjevdet Kiqina, Nazmi Kiqina. Edhe foti, ta 2 shuk një kugullin që me ku këtë. Rahimi ku këtë, Elmia ku këtë, vlov janë për para, 2 këshretjene ku më kënena. Ta 2 janë dekun sot janë heru, musëm ka gjithësen, vlovin të Rimin e ka rënë kry. E atë thëmë të mu më dhe të zoti ma shumë se di pse, këta 2 janë dëshmërë. Rahimin e patro këtë, dikon, Elmin e ka patro këtë. E sot janë 2 dëshmërë. Atë vene vizitej mas shpeshe se me Elmin, me 2 kom pos raporte, me Elmin kom najtë ma shumë sysh pa luftë dhe i savra. Po, dhe me sigrin këto përvjetore, gjitha këto kiqef me qenë afer tyre, po. Që më thash, shkoj mërzit në këti kujtoj, po njëna shumë krenarë. Po. Se nuk u pak me tha kom pos Elmin shak, Rahimin shak. Se 2 janë sa të herët Kosovës. Sa shumë raste, Arben nga gjithë Kosova kam pas përjetime të ndryshme, edhe rrëfime, realisht të mbjetuarit i tregojnë historit, apo jo? Po. Për ndryshe, unë mas pari, unë personalisht përveç se kisha lexu dikon tjetër, se kisha pas mundësim përballë me pas dikon që e ka sfidu burgun, e ka sfidu luftën, frontin, përjetimin, familje, e tani tutje, unë uroj që te me pas dish momentet mira. Unë uroj gjithë shqiptarët me pas momentet mira, po dhe na, e meritojna me ko pak rahat e mirë. Po, definitivisht po, edhe e meritoni edhe për këtë angazhimin e madh që e keni bë në luftë, tutje, edhe për këtë pozitivitet që na dhe sot, unë seriozisht po të them, një njeri që përjeton gjëra të tilla,
edhe në fund me dalë me thonë që po knaqna sot edhe prap kisha hin luftë, është kogja një farë deklaratë e madhe. Jo veç deklaratë, po edhe mendim. Qëre, njerim në menaj, edhe besoj se njerim në forcojnë gjonat e liga dhe gjonat që ndohen fatkeqësit. Po. Se gjonat e mija nuk e forcojnë njerin, përkundra ze e ligin. Po. E unë ka ra fati, jam shumë krenar me të kalunën tem, edhe me të familjes tem. Krenuën në me këtu. Në nështë asë këmë dash me konë po jam. Se unë e shë për shumë alë sëtë, unë marë me shqyrë parlamentin e Kosovës. Pse? Qa ka parlament Kosovës? Unë vje keq i kam dëshu, atë i kam shumë për zemër. Kam shumë për zemër dëshu. A një tash të ditë që 13 herë jemi të e paga në Qa me televizor? shqyrë parlamentin e Kosovës unë vje marë? Qëfar deputet që thënë veti ata? Pse dalin me lyp vota? Për shka? Me dalin me bo filma? Për shka me lyp vota? A të ka shku mendja ndonjëherë mes me votu heq, Arben? Heq ke dalë me votu. Po, ka ndodhë vënja, kam njës me votu, s'u votu kër. Pse, s'ke besu, s'ke dasht? Jo, kanë me mjallë votën. Po. Unë thash i kam dëshu, Dautin, do të radin e kam shak shpirtin, Po. Ramushin, ja dhe votë, jam vetë në partinë ata. Që janë burra, janë tamam njerëz. Janë familje e madhe, familje që kanë kontribu mos njës këtu atë heq. Po këshë, ato, unë vetëm o Dautit, jep dërheqe, Allah, shfar parlamenti. Po. Po e më ka dhe Arben, i vym që të me ku për Kosovë. Se nuk shoj për e rogë Dautit, as Ramushi. Po. Po ku ishe tjerë, tham, a nërish pak më umësh, me thonë që të parlament, që të ka rikë, që të ka ashja ka rikë, vla. Qysharë. Po. A vi shkojnë, bojnë të bla, 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 bojnë foto. Si dhe mos kove të fundit, ato është bërë cirk. Jo, s'ka më stupë, që atë janë rapur. Dorën zamër, tash si gazetare mu s'u mbjen me folë, se me marë Mu kësi mbjen me po- qëndrimesh, por në kretë format e mundshme, ato është bërë pazar. Mu bje me full, që këmë lo për këtë vend, jo me bohajgore ata me neve. Ata janë të bohajgore. Pse i thërë veti jem deputet, la. Qështë jem marë me do në rrugë, deputeti me jetë, po jo më kishon marë, po s'jam deputet, as kur s'ka me konë. Se sot ka dhejme po deputet, ki parë bërë deputet, shumë e thjeshtë, që shpibojnë tonë. Po ka shkajnë parlament Kosovës, ka lëdhë pak vete kush je vla. Mos të mbojnë filma atë, të janë të bu filma. Edhe filma që nuk po shikten, mos po këshyren. Unë thash... E kanë bloku procesin, kanë bloku gjitha gjarat. Po, kështu Edhe jem na, kështu- si Kosovë. Bile para Parlamenti Evropian para disa dite doli dhe kërkoi që të filloj një kapitull i ri për mundësinë e bisedimeve me Serbinë. Dialog Beograd-Prishtinë. Kush? Parlamenti Evropian Kush përgjithësi. me dalë me folë me Serbinë? Edhe tash ti erdhi ajo pyetja kush me dalë kur këta vetë s'kan kriju institucione dhe janë peng e gjitha zhvillimeve. Nuk kanë ku ta deputet Pikërisht. tonë, qeveritarët tonë mu merë, se kanë biznese, kanë... Sa në tjera mu merë, nuk mund mu merë me Kosovën. Unë thash, mu është me gjenë gjishta, si në Kosovë, si në parlament, aj që edhe Kosovën, aj që këshirë mu merë për Kosovën. Shumë e vërtet. I gjenë gjishta. Unë ma shumë kam gjishta ndo, se janë ata njerë në Kosovë. Faleminderit Arben që ishte se mos ta ndërpreva diçka që dishte me thonë në fund. Ja. A ka diçka që unë nuk e di me ta po pyetje, nuk e di. Ka ona jote historisë Po, që dorë shumë, me nështë në ndonë. fund me javë tëra, po... Edhe diçka të tjetër që ti nashti se ke thonë asnjëherë. Zdi, në këtë. A është shumë, thuj du të më nisi me mendu ashtu, po du me të dalë hakësh në këtë aspekt, që mos me të ndërprej në rrëfim. Faleminderit shumë Arben. Shumë faleminderit për kontributin, edhe unë personalisht po du më të falenderu edhe për kretë çka familjarisht keni bërë për vendin. Unë ja kam pas bashkë Kosovës edhe ja kam bashkë gjithë. Nuk du më falenderu kur për kontributin që më për Kosovë. Ja kam pas bashkë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit ju. Shikus të dashur, pata përballë Arben Kiçinën, një personalitet që foli për familjen e tij, për humbjet që i ka psuar në luftë, mandej për vuajtjet në burgje, pas burgjeve, tutje me procesin e juristëve, e gjykatave, avokatëve, e gjyqtarëve, besa gjitha këtyre. Intervistën me Arbenin do të mund ta ndiqni edhe në kanalin ton zyrtar të televizionit Arabëria në YouTube, në Facebook, po ashtu do të shihemi vikendin që vjen bashkë dhe deri atëherë mirëmbëjtje.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.